Bota e akademisë nuk është veç libra. Rektori i Universitetit të Prishtinës, Arben Hajrullahu, e ka nisur 2025 me këmbë të mbarë, duke e blerë me pak kursime, pak bërgj e pak kredi, një banesë të re që kushton fiks 127.000 euro. Kjo e çon numrin total të banesave në 4. 2 ka në emër të vet, njërin e ka pronësi të përbashkët, ndërsa qershia mbi tort është banesa e gruas në Londër. Ajo vlen hiç më pak se 450.000 funta dhe gruaja ka një kredi që do ta paguaj deri në vitin 2046. Familja Hajrullahu ka mbi 7.000 euro para të gatshme dhe mbi 11.000 funta të tubuara nga çirat dhe të ardhurat e tjera. Sa i përket lëvizjes, Hajrullahu mbetet besnik i BMW-s së tij 6.000 euroshe, njëjtë si vitin e kaluar. Rroga e tij nga 18.000 euro sa ishte në UP më 2024, në vitin 2025 shkoi në mbi 23.000 euro. Edhe mëditjet për udhëtime jashtë vendit i janë rritur ndjeshëm, duke shkuar në mbi 2.000 euro. Çifti Hajrullahu ka mbi 60.000 euro të ardhura në vit. Shënjestër.net